situatë hipotetike, ti nesër ulesh në zyrën e kryetarit komunës, çka është gjëja e parë që do bësh? Para se t'ju përgjigjem te kjo pyetja, do doja pak të flasim për atë se si janë shtetova sot. Okej. Mu, përshtypja ime nga të gjitha takimet me njerëzit është se tetova më duket si ajo sorkadhja që është sulmuar nga një grup hienash që kanë filluar, domethënë, ta hanë për së gjalli. Tetova ndihet e sulmuar, tetova ndihet e tradhtuar, tetova ndihet e grabitur, tetova ndihet si e pashpresë dhe beso se kjo do reflektohet zgjedhjet lokale. E shofte njerëzit, e shofte tetova se sikur ndihet një piskame madhe nga kjo që po ndodh sot me këtë strukturë aktuale menaxhuese me komunën, që shesin pronat e komunës çdo ditë për vlera absolutisht papërfillshme. Po ndodh një tragjedi e vërtet me ndërmarrjet publike, po shesin gjithçka që munden, privatizojnë